edhe nuk mundet organizmi me tepru, po edhe nuk është e preferueshme me tepru me ushqim. Mendoj ata që janë vetëdijsume edhe e din këto, po realisht për me fillu, po dalim të pyetja, për me fillu kryesisht me hurma. Hurma është super ushqimi që na muj me fillu, edhe normal me një gotë ujë. Unë e propozoj që ajo gotë ujë me përmbajt antioksidant, antimikotik natyral. Për shembull një copë limon ose 1/4 e limonit, pak karanfel, ment, buhet një pije, vetëm pjesë të ndame, pak xhenxhefel, varet prej preferencave ose dikush që ka aciditet në luks, për shembull mundet me largu limonin ose dikuj që si pëlqen xhenxhefili, po me bo një ujë, jo ujë e thjesht, nëse bojmë një ujë me kombinim këtyne elemente, për shembull që i marrim antimikotikun prej karanfilit, antiseptik edhe antiinflamator, antioksidant prej limonit edhe prej xhenxhefilit, realisht na ndihmon që me marrë, mu hidratu pak ma shpejt, edhe normal, pasi që i hajmë 2 hurme nashta, maksimumi 3, ose edhe në syfyr, edhe në iftar, mos me kalu 5. Po flasim për personat me gjendje shëndetësore po ideale, s'po flasim për ata me diabet ose me ndaj smundje konkrete, edhe maksimumi 6 hurme gjatë komplet edhe syfyr edhe iftar. Ndalemi pak të ky uji që na shërben si detoks, se sigurisht ndoshta edhe për shkak që organizmi është komplet i pastërt, edhe nëse i çojmë sistemi trec, po mënej një ujë kështu të tillë detoks, më thonë i bojmë dhratën më të mirë që e kemi mujt, normal pas kësaj me pushu pak, edhe pastaj vjen, po mënej duhet me bo pjatën.